Çka do të thonë fjala din? Fjala din do të më thonë rrugë, do të më thonë sistem, do të më thonë metodologji. Pra sistemi apo rruga apo metodologjia në bazë të të cilës duhet me jetu njerëzit në këtë botë, e vetmja e pranuar të Allahu është sistemi i Allahut, është metodologjia e Allahut, është rruga e Allahut subhanahu wa taala. Ajo është Kurani dhe Suneti. Demokracia është një fe. Qysh është Islami fe, din, demokracia është fe, din. Komunizmi ka qenë fe. Kushtetuta e Gjingis Khanit ka qenë fe. Kanuni i Lek Dugaxhinit ka qenë fe. Adetet dhe zakonet e popujve në vendet të ndryshme, në bazë të cilave ata jetojnë jetën, janë fe tjetër. Demokracinë muslimani duhet me mohue, duhet me armiqësue, duhet me i bot të këfir demokratët, duhet mu largu për demokratëve, duhet mu distancue. Dhe kjo është kusht për me qenë musliman. Qysh me një vakt, ata të cilët kanë qenë në partinë e Titos dhe Enverit kanë qenë qafira, sot njëjtë edhe ata të cilët janë në partitë e ndryshme bashkohore, edhe ata janë qafira. Pa pikë ndarje. Në qoftë se ata që kanë pas në të kaluarën librez të kuqe kanë qenë shpion, edhe këto që kanë libreza me ngjyra të ndryshme, leraman, edhe këto janë shpiona. Në qoftë se ata kanë qenë punëtor të shkijeve, punëtor të jehudëve dhe krishterëve, edhe këta të zamanit ton janë të njëjtit.